أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد. Falënderim dhe thonë Allahu xhalla xhelalu për begatitët e shumta që na ka dhënë. Salatu selam qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Shkurtimisht do të mundohem me të qenë shkurt. Në ajetet që lexuam në 4 recat e para ishin ajetet nga surja Al-A'raf, ku Allahu xhalla xhelaluhu tregon për ngjarjen e Ademit alayhis salam edhe Iblisit dhe problematikat që i kanë pas mes vetë. Sa është e rëndësishme me fol për Ademin alayhis salam. Të folit për Ademin alayhis salam apo studimi i jetës së Ademit alayhis salam prej nga momenti i krijimit kur Allah e ka krijuar deri në vdekjen e tij është shumë e rëndësishme për neve, për shkak se ka të bëjë ngushtë me neve. Për shkak se na jemi bijtë të Ademit alayhis salam dhe na kemi prej cilësive të Ademit alayhis salam dhe kemi trashëguar prej cilësive të Ademit alayhis salam, për shkak se jemi të llojit të tij, jemi pasardhës të tij dhe kështu që duhet hollësisht me u kujdes, me mësu, me studiu, me lexu, me ndëgju rreth ngjarjes së Ademit alayhis salam me Iblisin. Shkurtimisht do t'i shkëlqisim disa dobi. Dobia e parë. Fillimisht ngjarja e krijimit të Ademit alayhis salam. Allahu xhalla xhelaluhu e krijoi Ademin alayhis salam me durët e veta. Dhe ka Allahu e thënë në Kur'an: "Ma khalaqtu bi yadayya", atë që unë krijova me durët e mia. Kjo e para. E dyta, kur Allahu e krijoi Ademin alayhis salam, e krijoi në disa etapa. E krijoi në disa etapa. Nuk e krijoi kështu me një herë. E krijoi etapën e parë, dytën, tretën dhe kështu me radhë deri në krijimin e fundit ku Allahu ja dha shpirtin Ademit alayhi salatu wasalam. E para, dheu. Allahu mur një grusht dhe prej toke. Prej krejt llojeve të tokës që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. E mur një grusht. Varsisht dheut që Allahu ka marrë prej toke kanë dalë edhe njerëzit në ngjyrë, në cilësi, në kualitet, edhe kështu me radhë. Tokë pjellore, tokë jo pjellore, njeri i vyshëm, njeri që s'është as për vete. Tokë e fortë, tokë e butë, njeri i fortë, njeri i butë, karakteri i butë, karakteri i fortë. Tokë e bardhë, tokë e zezë, tokë e kuqe, edhe njerëzit kështu. Tokë që i vjen era dhe tokë që si vjen era, edhe njerëzit që i vjen era dhe njerëzit që i vjen era. Varsisht prej tokës ka nga dalë edhe na kështu. Po nuk është tu për qëllim pika. Pika kryesore, mësimi kryesor, që neve na duhet shumë. Që neve na duhet shumë në jetën tonë të përditshme, për shkak se kemi zaglavit me një vend dhe në asnjë mënyrë s'po mundim me ecë përpara. E kjo pse s'po ecim përpara lidhet mu me këtë realitet. Se Allahu e krijoi Ademin alayhis salam në etapa. Etapa e parë dheu. Pastaj balt. Pastaj balt e ngjitur. Pastaj balt e thame. Pastaj Allahu ja dha shpirtin. A ka pas mundsi Allahu me kriju me një herë? Ka pas mundsi. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu është i plot fuqishëm, bën çka do. Po me këto etapa të krijimit të Ademit alayhis salam, Allahu po do më na mësoj neve diçka shumë të madhe. Që na në jetën tonë, çka do që të bëjmë, çka do që të synojmë të arrijmë, duhet të arrijmë me etapa. Nuk arrihet me një herë. Dhe këto është problemi i një pyetje që na e paraqesim vetes ose dikujt tjetër, s'hez vëllai. Jam të munua, jam të i marrë sebepet, jam të bo këtë, jam të bo atë, së të bo. Problemi është se na dojmë të bëjmë ndryshimin drastik të madh. Kurse ndryshimet dhe arritjet në çfarë dush sfere, na është në raport me Allahun, na është në raport me punët e kësaj dunjaje, ata njerëz e suksesshëm i kanë arrit ngadal. Etapë pas etape. Jo besimtarët I kanë thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam,
Pse s'po vjen Kur'ani jumlatan wahide, më njerë me ardh. Kur'ani më njerë prej Lauhil Mahfudh në qiell të kësaj dunjaje ka ardhur komplet. Pastaj prej qiell të kësaj dunjaje në zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur për 23 vjet. Pse? As ka mujt Allahu më një herë me pru krejt Kur'anin në zemrën e tij dhe mos me harru, ka mujt Allahu xhalla xhelalu. Po pse për 23 vjet? Për shkak se është për qëllim edukime dhe nuk është për qëllim vetëm mësimi teorik. E edukimi e do një afat pak më gjatë. Dhe mësimin që e nxjerrim prej kësaj pike, nga ngjarja e Ademit alayhis salam, nga krijimi i tij, është se arritjet që na dojmë mi arrit në këtë botë, qofshin ato në aspektin e dunjas, në biznes edhe kështu me radhë, qofshin ato në raport me Allahun subhanahu wa taala, duhet shkojmë etapë pas etape. Etapë pas etape. E çish me arrit këta? Atëherë prej të Ademit alayhis salam ku kthejmë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E studiojna jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çish me arrit etapë pas etape, më u bën një shoqëri që ka qenë shoqëria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah thënë në Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju keni shembulltir të mirë te kush? Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shembulltirën më të mirë praktike si e pat 23 vjet në përditshmëri edukim të shokëve të tij. 23 vjet edukim. 23 vjet në vazhdimshmëri vinin ajetet në bazë situatave dhe ngjarjeve dhe nevojave, vinin ajetet për çka? Për me i eduku shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot na dojmë për 5 muaj mu bë hafizat Kuranit. Sot na dojmë për 2 muaj me bë trupin këtë muskulla. Sot na dojmë për 1 javë, 2 javë mu bë milionera. Zvahet. Nuk bëhet. Ka mundësi të parën ditë me shku në trening. Ngrit pesha të rënda, ama të nesër me të përzret këtë trupin, një 5 muaj së ushtron. Apo? Edhe në pika tjera. Kjo është praktika. Se nuk arrijen qëllimet e larta, pos duke ndjek mësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na mëson neve se për të qenë të suksesshëm duhet me ecë ngadalë dhe sigurt. Çka tha Aisha radhiyallahu anha? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka bën një punë e ka përsos. Mos mi lën punë për gjyste. Me fillu ka pak. Me fillu nga pak. Qose s'di me lexu Kur'an ka pak. Unë e muj një faqe me mësu. Mësoj 2 rreshta, Allah. 2 rreshta mësoj. Unë e muj një faqe për menç me mësu. Mësoj e një ajet. Mësoj 2 ajete. Boll janë. Për sot 2 ajete janë boll. Nesër 2 ajete kena një mësue. Jo me u mashtru ma të pikën së në kapacitet e kam për shumë, dhe pastaj me atë shumë e vo 1 javë, e pastaj 1 vjet me pushue. Jo, me qenë të vazhdueshëm, se kështu na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, vepra më e mirë te Allahu është vepra e cila është e vazhdueshme, edhe në qoftë se është pak. Allahu xhela xhelaluhu pas që krijoi Ademin alayhis salam, i urdhnoi me laçet me vë sejdë. Fasajadu, banë sejdë, illa iblis aba, përpos iblisit i cili refuzoi. Në ajet tjetër Allah tha, fa kana min al-jinn, për shkak se iblisi ishte prej xhinve, refuzoi me bë sejdë dhe nuk u nështru. Wastakbara wa kana min al-kafirin, u bë krelart dhe ishte prej jo besimtarëve. Mësimi, dobia, shumë e rëndësishme. Dobia prej kësaj ngjarje, kur Allahu i urdhnoi me laçet, me bë sejdë, Allah shka tha, fasajadu, me një herë banë sejdë. Nuk banën sejdë ma vonë, fasajadu, banën me një herë sejdë. Në mëson neve se ajka, baza, thelbi, palca, kryesore e islamit është në nështrimin ndaj Allahu xhela xhelalu. Palca e fesë islame, palca e muslimanizmit është dëgjimi dhe respektimi i Allahut. Kështu ishin me laçet. Këtë në mëson neve Allahu xhela xhelalu, se kur të vjene fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet me një herë me dëgju dhe me respektua. Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyara. Tha Allahu xhela xhelaluhu, nuk i takon besimtarit, nuk i takon besimtares, që kur të vjen një urdhë prej anës Allahut, ata të kenë zgjedhje, të kenë mendim ndryshe, të
s'kenë solucion tjetër. E kemi cek disa herë. Kur të vjen fjala e Allah dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet veç më nështrua dhe besimtari ka të drejtë veç me pyet çka duhet me bë. Nuk ka të drejtë diçka tjetër. Se kjo është Islami. Si dojmë me qenë musliman, duhet me ndëgju Allah dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me laqet. Adhurim të vazhdueshëm Allahut. Madhnim të vazhdueshëm të Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqa laha an ta'itta." Ka rënku qielli, rënkon qielli dhe e ka hak me rënkue. Pse? Tha se nuk ka vend sa një pllom, vetëm se një me laçen ruku, një me laçen sejdë, një me laçen qiyam, një me laçen dëvot tesbih. Prej kur ja kriju Allahu xhel xhelaluhu. Pra qiej, 7 kat qiej janë të stërmbushur me laçe që i bëjnë adhurim Allahut subhanahu wa taala. Që e madhnojnë Allah, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'marun. Ata nuk ja kthejnë urdhën mas Allahut dhe realizojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Me këtë adhurim, kur ju erdh urdhri nga ana e Allahut me i bë sejdë Ademit alayhis salam, i banën sejdë më një herë, sejdë respekti dhe nënshtrimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Illa iblis, përpos iblisit, i cili ishte prej kryenëxhve dhe ishte prej jo besimtarëve. Pra kjo na mëson neve se ajka e Islamit është nënshtrimi ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thënë dietar, këtë pikë duhet me pas çdo musliman në zemrën e tij, e posaçërisht hoxhallar, thirrsa, dietar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Që kur vjen fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos ken dert se çka po ndodh në terren, po me transmetu fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në kohën tonë kemi një problematik shumë të madhe. Mbram, posaçërisht, dje ditën deri në mbrëmje ka syfili, deri vonë, ajo problematika, a ka hyrë Ramazani, as ka hyrë Ramazani. Dhe krejt argumentojnë me çdo hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po për fat të keq disa prej tyre duke mashtruar, për fat keq e thon këtë fjalë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Agjeroni kur ta shihni hamën dhe bani bajram kur ta shihni hamën." Hadithi i saktë. Ka thënë hadith: "Agjeroni kur ta agjerojnë njerëzit dhe prisheni kur ta prishin njerëzit." Hadithi i saktë. E çka më bëu me këto hadithe? Prej sendeve të njohura në lëminë e usul fikut, një prej lëmive për të kuptuar shariatin e Allahut subhanahu wa taala është se, një tematik, se ajetet dhe hadithet nuk duhet me i përlajt mes vete. Nuk duhet me e marrë një ajet me fuk ajetin tjetër, me jamshu ajetin tjetër, po ajetin dhe hadithin, apo hadithin dhe hadithin, ajetin dhe ajetin, ajetin me hadithin, hadithin me ajetin, duhet me i marrë me i bashkue. I pari sen që ka duhet me e ba një hoqë, një djetar, për një tematik, është që me i marrë dy hadithet, që prej jashtë paraqesin një farë këtë shkuptimi, me i marrë me i bashku. Dhe pastaj marrë me konkluzionin, marrë me përfundimin. Edhe hadithi parë, edhe hadithi dytë, janë të saktë. Çka me bo tash? Me i bashku këto dy hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe dali me një konkluzion të saktë. Me pajtimin e krejt djetarve, shumë prej djetarve nga krejt mëdhëvet kanë transmetuar ixhma se nuk lejohet fillimi dhe mbarimi i Ramazanit me astronomi, po duhet me shiku hanën. Kjo është ixhmaja. Prej kësaj ixhmaja çka kuptojmë? Se kur ka thonë pejgamberi se agjeroni kur agjerojnë njerëzit, kush janë njerëzit? Njerëzit janë ata që i shikojnë hanën, jo ata që i kanë mshël syt edhe nuk e din kanë të shkuar. Jo ata që s'u intereson për fenë Allahut. Po janë ata që e shikojnë hanën. Agjeroni kur ata agjerojnë, prisheni kur ata e prishin. Dhe në këtë mënyrë bashkohen këto dy hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se duhet me agjeru kur del hana. E pse ndodhin këto probleme? Këto probleme ndodhin për shkak se po jipet përparësi më shumë mendimit të xhamatit të thjesht, të popullatës, të filanit, të alanit para fjalës Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Ka e kemi nxjerrë në këta si po joj përparësi asaj, për shkak se para 20 viteve
e kanë pas kështu mendimin, që duhet me fillu dhe me mbaru me shikimin e hanës. Dhe kanë bo kërcnime, se do të takojmë ditën e gjykimit për këtë mesele, për mashtrimin që e bani, dhe pastaj po vinë të njëjtit që diherë, ndonjëherë, i kanë kundërshtuar të tjerët, sot po i kundërshtojnë të vërtetën. E ky ajet çka na mëson? Kjo ngjarje çka na mëson? Kur vjen ajeti dhe hadithi, dunjaja me qenë me një anë, ti veç vetë me qenë, ti je në drejt, atë janë gabim. Komplet dunjaja me një anë me qenë. Ti me qenë me një anë, apo me ty është ajeti dhe hadithi, argumenti sheriatik, mos e ki dert. Ti je xhamat në veti. Ti je xhamat në veti. Dhe kësi ngjarje historik kemi shumë. Kësi ngjarje historik kemi shumë. Ku shumica ka qenë me një anë, një pakicë apo një person apo 2-3 persona kanë qenë me një anë. Po kanë qenë të vërtetën. Rasti e Abu Bekr radhiyallahu anhu, rasti i Imam Ahmedit dhe rastet e shumta në historinë muslimanëve. Elusim Allahun që Allah të na kuptim të fesë. Elusim Allahun që Allah të mundson të studiojmë këtë ngjarje nga fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që të marrim mësime, për shkak se çdo ngjarje në Kur'an ka ardhur me na mësu neve. Jo me na tregu neve histori që ka ndodhur, por me na dhënë mësime edhe me na eduku neve Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.